Unë du me lanë krytit tonë, se du me prunë fëmijët e mi tonë, du me pas jetën e tonë. Nuk për në lanë as me këzudit, as me prunë fëmijët tonë që e kanë shpresën, e kanë vullnetin me arë me tunë do këtyne. Për zotin veç se lodhen këtë mëse të vdekje janë gjithë me gra, me fëmije, me tonë marë. Ta harrojnë këtë gjonë se do shkojnë ashtu si kujtojnë ata. To ka shtejona e nuk e lëshojmë dhe në vdekje. Ta din gjithë kush, dhe të Qeveria Roma e dhe të maj fundit i ti. Na jena venalito, ju nuk mund të thoni se nuk jena venali. Këtu do merë vesh me ne për para atër me tjertë. Deri në fund burra, për para tonë, kalamaj e grotë tonë. Ti drejtohemi prokurorisë rreth e gjyqësor Shkodër. Jep drejtësi se si jena këtu do t'jena paratet. Nuk do t'jemi si atë ditë që ishim paqësor. Do t'jemi më ndryshe. Unë e di se ju s'keni frikë. Nuk keni frikë se ju mbrën Bashkim Ulaj. Ju pagunaj, por do t'u vinë funi edhe ju, o prokuror, o ju gjyqtar që jepni venime të tilla kundër nesh, do t'u vinë dita sepse nuk do t'arrin ma Bashkim Ulaj t'u paguen ju. Të thëm ty Bashkim, o Bashkim, unë jam i pamrojtun, ti këtan të atë politike, mos jep atë paret police, për na jepja këti popullit. Ullu këtu dhe bjerë dakord me ta. Nëse bjen dakord e gëzosh dhe do të vazhdosh punën si resort Dukagjini, i cili nuk ka nevojë për policë, nuk ka nevojë për mur, nuk ka nevojë për mbrojtje. Ti po ban këtu mur, po rrethon në burg, po e ban resortin burg. Ti e ban burg sepse na ke frikë ne. Dhe po ti s'do arrish që ta bësh te.